Gjithmonë ka pasur raste të cilët shoqërohen me shenjat e sëmundjeve dhe të rrugëve respiratore të sipërme, që ka kollitje, temperaturë, shkurje hundësh. Mënyra më e mirë ndoshta që të parandalohet kjo është që të merret vaksina kundër gripit. S'pako njerëzit të mos pësojnë nga virusi i influencës. Tani Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare ofron vaksinë kundër gripit për të gjithë qytetarët e Prishtinës. Tani ndoshta shifrat mund t'i kërkonin nga menaxhimenti, mirë po ka pasur gjithmonë është ndonjë rritje të lehtë të personave që kërkojnë ndihmë mjekësore për shkak të infeksioneve me virus. Zakonisht njerëzia ankohen se kanë kollitje, shkorje hundësh, temperaturë, dhimbje të muskujve, edhe zakonisht janë simptomat e lehta të cilat menaxhohen shumë lehtë, nëse qëndron në shtëpi, pjesësi të mjaftueshme të lëngjeve, edhe me raste paracetamol këto kalojnë vetveti, shumë rrallë ka raste të komplikuara të këtyre situatave. Është më prezente në këtë kohë, prandaj edhe jepet vaksina e gripit që tani në mënyrë që të parandalohet shfaqja e simptomave të rënda në ditët në vijim. Prandaj edhe në një mënyrë bëj një thirrje për shikuesit që ata që s'e kanë marrë vaksinën të marrin vaksinën sa më shpejt që është e mundur. Ne jemi përpjekur që të tregojmë për vaksinën edhe për dobitë e marrjes së vaksinës, kështu që edhe kemi prodhuar edhe fletushka për këtë, edhe ju themi çdo pacienti që vjen për gjëra të tjera që bashkë me të tjera të marrë dhe këtë vaksinë, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare ofron vaksinim, edhe gjitha qendrat tjera të mjekësisë familjare që e kanë njësinë vaksinimit dhe janë goxha në Prishtinë. Mënyra më e mirë është të qëndrohet në shtëpi. Spaku 3 ditë nuk ka nevojë që të kërkohet ndihmë mjekësore, përveç rasteve shumë të rënda dhe të komplikuara. Qëndroni në shtëpi, pini sasi të mjaftueshme të lëngjeve, çaj, ujë dhe supë, edhe me raste përdorni paracetamol nëse keni temperaturë të 88 gradë Celsiuse më shumë. Kjo zakonisht kalon lehtë, edhe më së miri është që të mos dilet që të transmetoj virusin të këtë tjerë, të punëtorët tjerë, të kolegët të tjerë, ose të bëj vizita tek njëri tjetri, sepse kjo mënyrë edhe shpërndan virusin. Lajnë duart, edhe përdorin maska, nëse të shtiten, përdorin facoletat e pastërta, dhe ushqim të balancuar, larje të frutave të perime, mujë të rrjedhshme. Këto janë mënyra edhe për të parandaluar, edhe për të qëndruar i shëndetshëm, edhe për të kaluar më lehtë një viroz.